Përshëndetje shenja e dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 kupat, 7 shkopim, tasi i shkopimeve, 9 monedhat. Kjo javë fillon për ju me një energji lidhje dhe reflektimi emocional. 2 kupat tregon një moment ku ju ndiheni më të hapur për të krijuar harmoni me dikë ose me vetveten. Mund të jetë një pajtim, mund të jetë një mirëkuptim me dikë që ka rëndësi për ju, ose një ndjenjë se dikush ju kupton më mirë, por menjëherë pas kësaj kemi 7 shkopinjt që sjellin energji mbrojtjeje. Ju mund të ndjeni sikur duhet të mbroni pozicionin tuaj, sikur duhet të mbroni mendimet tuaja ose zgjedhjet tuaja. Disa njerëz mund të mos bien dakord me ju, ose mund të ndjeni presion nga jashtë. Megjithatë, këtu shfaqet asi i shkopimeve, një kartë shumë e fuqishme e fillimeve dhe frymëzimit. Kjo tregon se brenda jush ndizet një ide e re, një pasion i ri ose një dëshirë për të vepruar ndryshe. Është një moment ku energjia juaj rritet dhe ju ndjeni se keni fuqi për të krijuar diçka të re në jetën tuaj. Java përfundon me 9 monedhat, që është një kartë e vetvlerësimit dhe pavarësisë. Ju mund të ndjeni më shumë siguri në veten tuaj, një ndjenjë se po ndërtoni jetën tuaj me dinjitet dhe stabilitet. Mesazhi për ju është se ju po kaloni nga një moment lidhje, që mund të jetë lidhje emocionale, në një fazë ku duhet të mbani qëndrimin tuaj dhe më pas në një rilindje personale dhe ndjenjë vetbesimi. Kartat këshillojnë se nuk duhet të humbisni besimin tek ideja ose projekti që lind brenda jush këtë javë. Edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë menjëherë, duhet të vazhdoni rrugën tuaj me qetësi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbretëresha e kupave, të dashuruarit 5 kupat, mbretëresha e monedhave. Në familje, energjia duket shumë emocionale gjatë kësaj jave. Mbretëresha e kupave shpesh përfaqëson një figurë shumë të ndjeshme që është intuitive dhe mbështetëse. Mund të jetë një grua në familje, që mund të jetë një nën, motër, bashkëshorte, ose një energji që ju kërkon të jeni më të butë dhe më empatik me familjen tuaj. Të dashuruarit sjellin një moment zgjedhjeje ose një bisedë të rëndësishme familjare. Kjo kartë shpesh tregon vendime që merren me zemër, jo vetëm me mendje. Por 5 kupat tregon një moment zhgënjimi ose trishtimi për diçka që nuk ka shkuar siç prisnit ju. Mund të jetë një kujtim, një mosmarrveshje ose një situatë që ju bën të ndjeni emocionalisht të rënduar. Megjithatë, mbretëresha e monedhave sjell stabilitet dhe ngrohtësi në fund të energjisë familjare. Kjo kartë tregon një person që kujdeset për familjen dhe krijon siguri praktike dhe emocionale. Mesazhi që përcjellin kartat është se edhe nëse një moment i vogël zhgënjimi ndodh, familja ka potencial të rikthejë balancën dhe mbështetjen. Kartat këshillojnë të mos përqendroheni tek ajo që mungon. Shikoni edhe atë që ende është e fortë dhe e vlefshme në familjen tuaj. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi dielli, 5 monedhat, 8 shpatat, mbreti i shkopimeve. Në dashuri, energjia është shumë interesante sepse kalon nga drita në sfidë dhe pastaj në forcë personale. Dielli është një nga kartat më pozitive të tarotit. Ai tregon gëzim, hapje, domethënë hapje zemre dhe ndjenja të sinqerta. Në fillim të javës ju mund të ndjeni një moment lumturie ose shpresë në dashuri, por më pas kemi 5 monedhat që shpesh lidhet me ndjenjën e mungesës ose distancës emocionale, dhe mund të ndjeni sikur dikush nuk është aq pranë jush sa ju do të donit, ose mund të lindë një frikë për humbje emocionale. 8 shpatat tregon se shpesh kjo ndjenjë nuk është vetëm realiteti, por edhe mendimet që ju kufizojnë.
Pra ju mund të mendoni shumë për situatën dhe të ndjeni sikur nuk keni kontroll. Në fund shfaqet mbreti i shkopimeve një energji e fortë, karizmatike dhe e vendosur. Kjo mund të tregojë një person në jetën tuaj që ka karakter të fortë ose një moment kur ju merrni kontrollin e situatës dhe veproni me guxim në dashuri. Pra narrativa e dashurisë për ju gjatë kësaj jave më tregon se fillimisht zemra juaj hapet dhe ndjeni dritë në një lidhje, por pastaj mund të kaloni një moment dyshimi ose distance, por në fund ju kuptoni se fuqia për të ndryshuar situatën është në duart tuaja. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika ose mendimet negative t'ju mbajnë të bllokuar. Duhet të flisni hapur dhe të veproni me vetbesimin që ju karakterizon. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 shkopinj, 7 kupat, 10 kupat kryepërftoreshëm. Në punë duket si një javë me potencial shumë të mirë. 6 shkopinjt është kartë e suksesit edhe njohjes. Mund të merrni vlerësim për një punë të bërë mirë ose të ndjeni se jeni në rrugën e dur, por 7 kupa tregon se mund të keni shumë mundësi ose shumë ide përpara jush. Ndonjëherë kjo sjell konfuzion sepse nuk është e qartë cila është rruga më e mirë. 10 kupat është shumë pozitive edhe tregon një ndjenjë përmbushjeje emocionale. Kjo mund të lidhet me një ambient pune që është më harmonik ose me një projekt që ju bën të ndiheni të lumtur. Po në fund kemi kryepërftoreshën, e cila ju këshillon të përdorni intuitën tuaj. Jo çdo gjë në punë duhet vendosur vetëm me logjikë. Ndonjëherë ndjenja e brendshme ju tregon rrugën e duhur. Kartat këshillojnë të mos nxitoni të zgjidhni mes opsioneve, duhet të dëgjoni intuitën tuaj dhe të prisni momentin e duhur për të vepruar. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Cleanse. Pastrim. Atëherë, në Prism Oracle kjo kartë është shumë e rëndësishme sepse kjo tregon se kjo është një periudhë, pra kjo javë është një periudhë për pastrim emocional dhe energjik. Ju mund të ndjeni nevojën për të larguar mendime negative, njerëz që ju lodhin ose situata që nuk ju shërbejnë më. Për disa mund të jetë edhe pastrim i gjithë shtëpisë, domethënë duke hequr edhe gjëra të vjetra që nuk ju shërbejnë më. Kështu largoni dhe energjitë dhe kujtimet të vjetra që ju mbajnë të bllokuar disi. Pra pastrimi mund të jetë emocional, të tipit që ju falni dhe lëshoni të shkuarën, mund të jetë psikologjik që mund të jetë për shembull ndalimi i mendimeve që ju kufizojnë, mund të jetë pastrim energjik që mund të jetë në kuptimin që distancoheni nga situata që ju rëndojnë dhe me pak fjalë, mesazhi i kësaj karte është kur pastroni hapësirën brenda jush, krijoni vend për diçka të re dhe më të mirë. Paçim.